Përshëndetje, miq. Sot është një video në lidhje me a jeni në prag të një fillimi të ri. Pra ka të bëjë me atë që të gjithë ne vazhduam rrugëtimin dhe jemi vazhdimisht në rritjen tonë, në ngjitjen tonë, sepse fakti është që ta kuptoni, ne nuk jemi fëmijë, ne jemi rritur dhe ndoshta po pjesa dërmuese që ju ndiqni videot e mia jeni të një moshe me një eksperiencë të jetës tuaj dhe nuk ka rëndësi nëse jeta jonë ka qenë me realizimin e ëndrave tona apo jo. Ajo që ju jeni këtu është që ju keni një eksperiencë të jetës dhe asgjë nuk ka ndodhur me ju, pra çdo gjë ka një qëllim. Në jetë ne kalojmë sfida nga më të ndryshëm dhe në këtë moment një shumica nga ju ndjeni që jeni në prag të një fillimi të ri. Dhe nëse jeni në prag të një fillimi të ri, atëherë bëhet fjalë që ju duhet të dini se çfarë hapi do të vazhdoni të merrni dhe për të arritur këtë që të gjithë shënim, ne duhet të vendosim një qëllim. Dhe pyetja është pse një qëllim? Sepse kjo ju bën që ju të filloni udhëtimin apo projektet tuaja të reja. Për atë që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se pse shpirti gjatë eksperiencës së jetës tuaj ju solli këtu. Unë do të ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë çfarë është një fillim i ri, pjesën e dytë disa shenja rrugë që ju ndihmon ju për të vazhduar pra në rrugëtimin tuaj të ri dhe ndërkohë në pjesën e tretë disa pyetje kryesore apo gjëra që ju të dini me qëllim që të bëheni të vetëdijshëm për rrugëtimin tuaj në prag të një fillimi të ri. Dhe le të fillojmë. Pjesa e parë ka të bëjë me çfarë është fillimi i ri. Fillimi i ri është momenti i fuqishëm i jetës tonë. Që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se çfarë me ju ka ndodhur gjatë rrugëtimit tuaj të jetës dhe sigurisht e dini që asgjë nuk ka ndodhur pa qëllim. Mësoni që për të filluar hapin tjetër pra të rrugëtimit tuaj, përpara ju keni kohën për t'u çliruar me qëllim. Pra në momentin që ju vendosni qëllimin, ju jeni të lirë. Dhe kjo ju bën ju që të filloni hapasapi të rinovoheni. Dhe duke u rinovuar, ju filloni të organizoni dhe të krijoni rrugën e vërtetë të jetës tuaj. Ndoshta dikush pyet nga ju, po si të filloj unë në këtë fillim të ri? Të kuptoni që fillimi i ri, për atë që secili e dini se ku ndodheni, jo pa arsye ndiqni videot e mia dhe duke marrë pra duke dëgjuar, duke kërkuar atë që shpirti ju drejton, të jeni në gjendje që ju rinovoheni, ju rriteni çdo ditë sepse koha shëron, hapësira shëron, lidhja me veten tonë shëron dhe të gjitha procedurat e higjienës shpirtërore të jeni të sigurt që ju shërojnë kur ju i ndiqni hapasapi. Dhe në këtë rast, fillimi i ri, pra që ju do të veproni sipas interesës, sipas rrugës time të ndjekjes së zgjimit, por dhe të rritjes dhe tani edhe në ndriçimin e saj, është ndoshta për dikë nga ju është një vit i ri, ndoshta është një fillim i vitit të ri, pra për diçka të re. Ndoshta është udhëtim, pra jeni në një udhëtim të ri, ndoshta për një pjesë nga ju jeni në një hënë të re, ndoshta për një pjesë nga ju jeni për një kohë për të rivendosur diçka.
Gjithsesi që të gjithë ne jemi unik, se dhe gishtat janë të ndryshme. Pra ne i kemi këtu dhe këto gishtat kanë një kuptim, nëse do një të dini. Gishti i madh është toka, gishti është uji, gishti i mezit është shpirti, gishti i unazës është zjarri dhe gishti i vogël është ajri. Pra të gjitha elementet për të cilët ka krijuar toka më, që të gjitha këto gishta kanë një kuptim dhe janë të lidhur me trupin tonë, sepse ju e dini që trupi jonë është i lidhur me sistemin nervor, për të cilën mendje dhe trup, kur them trup do të thotë shpirt, pra ne jemi energji, ne jemi me frekuencë të lartë, është mendja, pra që ne komunikojmë, ne flasim dhe me energjinë e brendshme që janë organet tona, për të cilët fatkeqësisht nga roli viktim, ne nuk e dëgjojmë këtë trup të mrekullueshëm, këtë zemër që për të gjithë ju, që është dhe gishti i mezit, që tregon pra misionin dhe drejtimin tonë. Pra do të thotë, kur është gishti i mezit, shpirti është dhe zemra në shpirt dhe kjo zemra është neutrale. Gjithsesi, të kuptoni që kur ne hymë në veten tonë, në brendësinë të vetes tonë dhe lidhemi me këtë pjesë kuantike, pra multidimensionale, sepse është zemra, është neutrale, dhe ju e dini që ne kemi 7 chakrat, 3 sipër janë të larta, që ne do të ngjitemi, ose që do të lidhemi me veten tonë, pra me misionin dhe drejtimin e jetës, por janë dhe energji të ulta, kjo na bën ku ne i sillim trup dhe pra mendje dhe trup, ose mendje dhe shpirt, pra dy energjitë, energjia maskullore dhe energjia femërore, për të cilën ne kemi të gjithë, qoftë mashkull femër, pra nuk ka të bëjë me gjinin, po ka të bëjë thjesht që ne e kemi në trupin tonë, kështu na ka krijuar krijesa, dhe ku ne i sillim këto në harmoni, kjo ka të bëjë me atë që ne bëhemi dhe arrim të jetojmë me një ndërgjegjësim të lartë të vetes tonë, pra ky është qëllimi i një fillimi të ri, për të hyrë sa më shumë në thellësi, për të arritur në vetëdijen tonë të lartë. Pjesa e dytë, por si janë këto rrugë që unë të vazhdoj fillimin e ri, pra që të gjithë e dini, dhe sidomos viti 2025 është viti me të vërtetë special, madhështor, sepse ka të bëjë për të gjithë ju, duke qenë se udhëhiqja nga planeti i Marsit është për veprim, pra është për të marrë një vendim të rëndësishëm, dhe në këtë rast bëhet fjalë edhe për, ndoshta ju e ndjeni që jeni në prag të një fillimi të ri. Ajo që kërkohet është që ju të vazhdoni, pra të vazhdoni në këtë vit, ndoshta jeni për fillimin e vitit të ri, për të cilët ka filluar dhe me hënën e re që kaluam në dash, dhe këto 12 hëna të këtij viti ne do t'i kalojmë, pra që të gjithë do t'i kalojmë, sepse janë temat për të cilën është jeta, hëna rrotullohet rreth tokës, dhe është 28 ditë dhe nuk është pa qëllim, ajo herë e zbe dritën e saj dhe ere ndriçon. Pra dhe ne kështu jemi në jetën tonë, ne jemi gjithmonë në zhvillim, sepse dhe jeta për të cilën ne jetojmë është zhvillimi i vazhdueshëm, kozmik, i frekuencave dhe i sinkronizimeve. Ne jemi të lidhur në këtë univers të bollshëm, për të cilën zhvillohet çdo sekond të jetës, sepse universi është njeh vetëm momentin tani. Universi nuk e njeh çfarë kaloi, universi nuk e njeh se çfarë do të vi, por ajo që ne bëjmë tani dhe që jemi në prag të fillimit të ri, nëse ju e ndjeni, do të thotë që ju të përqendroni energjinë tuaj personale në ndryshimet për atë që kërkon shpirti juaj. Dhe e para është, ju duhet të rifreskoni hapësirën tuaj. Dhe çfarë kupton? Ka të bëj me energjinë fizike dhe energjinë e brendshme. Çdo të thotë energjia fizike, pra energjia jashtme fizike. Kjo ka të bëj me të pastroni hapësirën
për rreth jush, në këtë rast të energjisë së jashtme, që do të thotë në ambientin ku ju jetoni. Pra vetë në shtëpinë tuaj. Le të marrim për shembull garderobën. Ndoshta ju keni shumë rroba për të cilën janë aq shumë të ngjeshura dhe shumë rroba ndoshta ju nuk i vishni, nuk i keni veshur për 2-3 vite. Atëherë filloni dhe hiqeni këtë energji për të cilën është e ndenjur, pra në këtë rast plaçkat e vjetra. Dhe çfarë është një mrekulli që duke qenë se ju nuk i vishni, ju jo vetëm që t'i hiqni, por edhe të rregulloni garderobin tuaj me qëllim që të hapni hapësirë për të futur të reja. Për atë që shpirti ju bën që të ndjeni të lehtëshëm dhe të mjaftueshëm, sepse në fund të fundit ju nuk visheni për të tjerët, ju visheni për veten tuaj dhe ju zgjidhni tani ato që ju përshtaten ju. Pra në lidhje me garderobën, duke hequr çdo gjë që nuk ju po kështu shihni në përdhomat tuaja, në çdo ambient, duke hequr gjërat me të vërtetë energji të ndënjura që e shihni që nuk kanë më funksion, pra ndodhen kot, sa më shumë ajër, aq më shumë liri, sepse kjo ju bën që ju të mos shqetësoheni dhe duke mos u shqetësuar, ju ecni në ritmin e universit, pra nuk e bllokoni energjinë. Tjetër është që ju po kështu në lidhje të krijoni pra një ambient, sepse ne gjithmonë do të vazhdojmë të lidhemi me shpirtin ton dhe ju e dini që shpirti kërkon rritje, zhvillim dhe në këtë rast prandaj jeni dhe në prag të një fillimi të ri, pra nëse e ndjeni këtë gjë, do të thotë që ju të krijoni gjithmonë një vend të qetë, të përshtatshëm për të kryer atë ritualin shpirtëror dhe në këtë rast një vend të meditimit tuaj, apo sepse meditimi do të thotë është qetësia jonë. Pra duke medituar ne arrim në qetësi. Format janë nga më të ndryshmet, ju i dini, unë nuk do të hyj për këtë, por të krijoni edhe në shtëpinë tuaj një vend të qetë, ashtu sikurse edhe keni vend të qetë. Kur ju shihni qiellin, kur dilni në natyrë, që shihni të gjitha pemët, zogjt që cicerojnë, pëllumbat apo të gjitha llojet e kafshëve, shpendëve e tjera. Pra çdo gjë që shihni në natyrë, qoftë në qiell, qoftë në tokë. Gjithsesi, kjo është që ka të bëjë me energjinë pra tuaj, duke pastruar energjinë pra në hapësirën tuaj. Dhe kjo është energjia me të vërtetë në hapësirën tuaj fizike. Por tani është dhe energjia juaj e brendshme që ka të bëjë me atë që ju do të lidheni me momentin prezent. Për të krijuar rinovimin e lidhjes së mendjes me shpirtin ton, sepse duke patur një mendje dhe një shpirt, pra dy energjit në harmoni, ne arrim të krijojmë një trup të shëndetshëm dhe një mirëqenie në jetën tonë. Tjetër, duke ndjekur ku ju çon intuita në lidhje edhe me përdorimin e ushqimeve. Pra jeni të vëmendshëm e atë se çfarë ju hani, dhe duke qenë të vëmendshme ju e kuptoni se çfarë trupi juaj do, pra vini në përdorim intuitën tuaj ku ju drejton shpirti. Dhe në këtë rast unë dua t'ju tregoj nga eksperjenca ime, kur isha që jo vetëm shpirti më hoqi duanin, biles dhe verën, që verën e tregojnë që një gotë verësh është shëndetshme. Sigurisht unë nuk mund të përjashtoj se si është e shëndetshme apo jo, unë e kam pas pirë, por ajo që dua t'ju tregoj është që shpirti më hoqi, pra ishte intuita, duanin, pijen, biles dhe ngrënien e mishit. Unë nuk mund të them që ju do t'ishni, po ju të ndiqni intuitën tuaj, pra atë çfarë shpirti juaj ju drejton. Ndërkohë, nga eksperienca ime, ju të filloni të lëvizni trupin, pra të ecni
Unë sigurisht eci mbrapa, eci 5 minuta me shpejtësi, pastaj ngadalë, 5 minuta me shpejtësi ngadalë, sigurisht që më shkon më gjatë se 1 orë e tjera, por gjithsesi të kuptoni që të ecni dhe të lidheni me natyrën dhe mundësisht të dëgjoni edhe të jeni të vëmendshëm me cicërimin e zogjve, apo fryrjen e erës, apo çfarë shihni në qiell e të tjera, pra në lidhje me erët, me diellin, kur del, kur ikën e tjera, gjithto. Po kështu të lëvizni qoftë dhe për disa minuta trupin tuaj me yoga apo çfarë ju bën ju, pra që të lëvizni trupin me qëllim që të jeni energjia jon të rrjedhi si uji, pra të jetë e lishme. Tjetër është të ndiqni një mënyrë të jetese të shëndetshme që ju bën ju të ushqeni dhe mendjen tuaj. Pra këto janë që kërkohet që ju të arrini në ndërgjegjësimin tuaj, pra në qëllimin tuaj për fillimin e ri, për atë që ju ndjeni. Pra këto janë rrugët për të cilët ju ndihmojnë ju. E dyta është ju do të rilidheni me mençurinë tuaj të brendshëm. Pra që të gjithë, për të gjithë ju keni arritur në një prag të një fillimi të ri ku intuita juaj është e rritur dhe që të gjithë e dini, sepse ju keni hyrë në këto video që askush nuk ja u ka treguar këtë mënyrë jetese për të cilën ju po ndiqni tani. Pra kjo është që ju jo vetëm që të lidheni me intuitën tuaj akoma më shumë, por edhe me veten tuaj unike, sepse ne që të gjithë jemi unik, dhe si që u tregova me gishtat, por dhe brenda familjes ju e dini që jeni ndryshe nga të tjerët, dhe pse ne kemi të njëjtët, pra prindër të njëjtë. Tjetër është që ju duke qëndruar vetëm, pra duke hyrë në brendësi të vetes tuaj, ju do të aktivizoni intuitën tuaj, ju do të aktivizoni thirrjen e shpirtit tuaj, ju do të aktivizoni lidhjen e udhëzuesit të brendshëm për atë që ju ndjeni në brendësi të shpirtit tuaj. Dhe kjo është që sa më shumë ju të dëgjoni intuitën tuaj, pra zemrën tuaj, shpirtin tuaj, aq më shumë ju do të lidheni me udhëzuesit tuaj të brendshëm, për të cilën janë dhe lajmëtarët tuaj që ju ndihmojnë ju që të rilidheni me mençurinë e brendshëm. Dhe në këtë rast të shënim, të dini që ne që të gjithë si qenie njerëzore, kur kemi ardhur në këtë tokë, pra jemi mëshiruar në këtë tokë më të bollshme, të mrekullueshme ku çdo gjë ekziston, ne kemi hirin inor që është në zemrën tonë dhe që ka të bëjë me mençurinë tonë, që ka të bëjë me misionin dhe drejtimin e jetës tuaj, dhe në këtë rast është ditëlindja juaj. A e keni pyetur veten? Kush është ditëlindja juaj? Dhe numri i fundit i rezultatit, nuk do të se ju keni video, është ëngjëlli juaj, është ajo që ju tregon drejtimin tuaj. Dhe në këtë rast është ju reflektoni me meditim, meditar, reflektoni me atë çfarë ndjeni në moment gjatë ditës së jetës tuaj, dhe kjo është një mrekulli që është me të vërtet bekim që ju të lidheni me veten tuaj, më tepër se kur, se sa të dëgjoni shumë zërat e jashtëm që nuk janë, me të vërtet janë me energji të ulta. Pra kjo është më mirë të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm hap pas hapi, se sa zëra të shumë në botën e jashtme. Dhe ju lutem përkohësisht hiqni dorë nga televizori apo nga shikimi i social mediave, edhe atëre kur ju nuk keni mesazh. Pra hiqni përkohësisht me qëllim që ju të lidheni me mençurinë tuaj të brendshëm. Dhe sa më shumë ju në brendësi të hyni, aq më shumë ju do të lironi fëmirin tuaj, për të cilën aty është krijesa, aty është burimi krijues, aty është talenti juaj, aty është dhuntia juaj. Tjetër hapi i tretë për të vazhduar nëse jeni në prag të një fillimi të ri, është hapja e zemrës. Kuptoni shënim, ndryshime të mëdha do të ndodhin në jetën tuaj kur ju arrini të krijoni një lidhje me misionin dhe drejtimin e qëllimit tuaj, mendërisht, shpirtërisht
dhe trupërisht. Pra kur unë do të fus dhe emocionet në këtë rast, pra kur janë të katërta mendje e qartë, shpirt i dëmshur, emocione për të cilat ju jeni të dëmshur, të dashur dhe një trup me të vërtet fizik, me energji, për të cilën ju do të arrini dhe do të kuptoni që jeta juaj është një drejtim të mrekullueshëm, ashtu si çdo individ i ardhur në këtë tokë dhe që beson në veten e vet, sepse kur besoni në veten tuaj, keni besuar në plot fuqi, keni besuar në jetë. Kjo jetë është ekzistenca, e quani Zot, e quani univers, angjëllisht, është ekzistenca. Jeni ju, jam unë, sepse ne jetojmë në këtë tokë, dhe kjo është që kur ju arrini gjërat të mëdha, kur ju jeni në një linjë, pra në një linjë me qëllimin tuaj të lartë. Mësoni që shënim. Ju bëni çdo lloj praktike, sepse jeni individ, pra çfarëdo lloj praktike që ju bëni për të njohur veten tuaj, nuk është vetëm kjo që ju të praktikoni që të arrini se kush jeni në të vërtetë, por shënim, ju duhet të ndjeni vërtetësinë tuaj çdo ditë të jetës, sepse shpirti jeton, pra çdo ditë të jetës, mos arrini në atë që ju ndjet mirë në krahasim me atë që filluat dhe tani jeni në fillim të ri, pra shpirti ju drejton, kërkon, sepse shpirti jeton, shpirti vazhdon të zhvillohet çdo ditë. Kujtojini vetes që fëmijë deri tani sa shumë keni kaluar që erdhët këtu, pra çdo gjë ka qenë me qëllim, nuk ka rëndësi se si kishi qenë të lënduar, pra ndjeshi të lënduar apo çfarë jete kemi kaluar, që të gjithë ne kalojmë sfida, që të gjithë kemi probleme, sepse jeta është e paparashikueshme. Gjithsesi të kuptoni që ju duhet të ndjeni me të vërtetë, pra të ndjeni vërtetësinë e jetës tuaj çdo ditë me qëllim që të mos e bllokoni energjinë. Dhe kjo është që sa më shumë ju të vazhdoni, pra të lidheni dhe të jeni me momentin prezent, të ndjeni, të ushqeni zemrën tuaj, të ushqeni shpirtin tuaj me atë që tërhet, që djeg për ju, pra çfarë kërkoni ju në jetën tuaj, çfarë kërkoni të ndryshoni, dhe kjo çfarë bën kur ju lidheni sa më shumë, pra dëgjoni, ushqeni shpirtin tuaj, zemrën tuaj me atë që tërhet, ju forconi shpirtin tuaj, bëni akoma më të fuqishëm, më të shëndetshëm, më me energji. Tjetër, ju duhet i jepni vetes kohë të humni në paqen tuaj, të jetoni në momentin prezent, qoftë dhe 1 minutë. Diana kudo ku shkon, edhe kur jam në makinë, sigurisht unë shoh rrugën, por unë jam me shpirtin tim, e ndjej edhe qëndroj me momentin prezent në çdo moment, edhe pse utoj në makinë, apo jam në autobus, mbyll syt kur jam ose jam pasagjer, mbyll syt edhe imagjinoj edhe kënaqem me brendësinë, me shpirtin tim të brendshëm, qoftë dhe 1 minutë, sepse jemi të lidhur. Tjetër, dëgjoni muzikë shpirtërore, sepse ju mban gjithmonë në rritjen të ju hap zemrën, pra ju bën që të ndjeni emocione, të lironi energjinë, sepse muzika shpirtërore është frekuencat e larta të energjisë. Tjetër është që ju duhet të veproni dhe ju duhet të krijoni, për arsye sepse ajo që ju tërhet zemra juaj, ju bën që ju të ndiqni, pra kush ju bën ju që të kënaqen, veproni dhe krijoni me atë që zemra juaj mbushet me kënaqësi. Ndërkohë është të hapni zemrën, ju duhet të planoni dhe ju duhet të dashuroni dhe të përqafoni çdo gjë që shikoni në këtë univers të bollshëm, sepse është krijuar nga krijesa, perfeksionizmi i saj, me aq dashuri, se dhe ju jeni dashuri, prandaj dashuroni çdo gjë,
përqafoni çdo gjë, prekni një njeri në krahun e tij, qof partnerin tuaj, qof fëmijët tuaj, qof gjithë njerëzit, edhe njerëzit që nuk njihni, edhe kur shihni në natyrë atë pëllumi që vjen ke shtëpia juaj, apo ju fluturon mbi kokë, apo dielli që ju shkëlqen ju, apo në anë atë fytyrën e saj që ju buzëqesh kur është me dritën e saj që e shqipni pra që është në plot. Pra gjithçka në këtë univers të bollshëm ka një lidhje, yjet e mbrëmjes që kur dilni në balkon dhe shihni yjet që ju ndezin sepse ne jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën, prandaj ne qëndrojmë në dy këmbët tona, në toka na treqne, por edhe qielli na jep mençurinë. Prandaj kjo është që të jeni të dashuruar me dashurinë e universit të bollshëm, sepse na ka dhuruar këtë jetë, këtë mrekulli ku çdo gjë ekziston për të gjithë ne. Tjetër është të vendosni qëllimin e ri të jetës tuaj. Pra, secili nga ju që kërkoni të rinovoheni pra për të arritur, është me të vërtetë jo vetëm që të pra të arrini në rinovim dhe në vërtetësinë e jetës tuaj, me të vërtetë ju duhet të dëgjoni zemrën tuaj, ju duhet të lidheni me shpirtin tuaj, dhe kjo është e rëndësishme për të gjithë, prandaj dhe ju shkruaj ju nisa këtë video, kush është qëllimi juaj, dhe ju duhet të vendosni qëllim, me qëllim që të arrini në atë që kërkoni në jetën tuaj. Dhe një nga këto është që dua t'ju tregoj, filloni të vini qëllim për shërimin e dhimbjeve tuaja, sepse ne që të gjithë, sidomos gjeneraca ime shokullit 20, ne që të gjithë kemi dhimbje në jetën tonë, sepse kemi qenë në rolin viktim. Tani ajo që kërkohet është të bëni pyetje vetes tuaj, çfarë mund të bëj me qëllim që këto dhimbje t'i lehtësoni dhe të jeni në paqen tuaj të brendshme. Pra sa më shumë ju të bëni të vetëdijshëm për atë që ka ndodhur me ju, pa gjykuar dhe pa kritikuar, sepse keni qenë të lënduar dhe të tjerët janë të lënduar, aq më shumë ju lehtësoni këto dhimbje. Pra me një fjalë, çfarë kërkoni të ndryshoni? Ajo që ju kërkoni të ndryshoni ka të bëjë me atë, pra kush janë ato ëndrat tuaj, kush janë qëllimi, kush janë synimet tuaja. Pra këto janë ato gjëra që janë në përputhje me atë që ju jeni. Pra në qoftë se ju jeni të lënduar, pra dhe ndjeni lëndimin që ju bëjnë të tjerat, me qëllim apo pa qëllim, më besoni, ju jeni i lënduar, por në qoftë se ju e ndjeni që ju nuk ju kushton më, pra nuk ju ndikon se çfarë të tjerët tonë, atëherë ju vazhdoni me shpirtin tuaj, vazhdoni dëgjoni zemrën tuaj, lidhuni me intuitën tuaj, me udhëzuesit tuaj, sepse ju ndihmojeni me qëllim që të krijoni lidhjen, pra qëllimin, lidhjen, misionin dhe drejtimin e jetës, që apasapi të krijoni atë që ju ëndërroni apo dëshironi. Dhe gjithçka të kuptoni që qëllimi juaj është mantra juaj, dhe mantra janë fjalë që do të thotë, për shembull, për dikë është qëllimi im që të ndjek dëshirat e zemrës time, është qëllimi im që të thras vetëdijem, qofse jeni për projekte të reja, dhe që të gjithë ta bëni, dhe do ja u them tani, që të gjithë ta përdorni këtë. Unë vetëdia, pra kjo është mantra e fuqishme, unë vetëdia e përjetshme e rrjedhës nga burimi, ftoj prej ardhjen time njerëzore dhe sistemet e tij të përmirësohen, të përshtaten me nivelet më të larta të dritës që po përhapen në planetin ton, sepse ju e dini që sot janë në këtë realitet, në këtë univers të bollshëm, jemi në dy realitete. Në njërin anë është realiteti i dimensioneve të larta të vetes tonë,
të dritës hynore, të dashurisë, të dëmshurisë, të mençurisë, për të jetuar jetën me këtë dashuri që na lidh me njëri tjetrin, dhe kjo është moto, liri, barazi, vllazëri. Dhe nga ana tjetër janë akoma njerëzit që flen gjumë, që nuk po i pranojnë ndryshimin, por që të kuptoni që kush do të qëndrojë në dhimbje dhe do të vazhdojë me dhimbje, dhe kush kërkon që të ndryshojë dhe të lidhet me veten e vet, sigurisht hapësira shëron, koha shëron, vetja, vetë dashuria e vetes tonë shëron, vetë besimi në veten tonë shëron, natyra shëron, ajri që thithni shëron, jo ajri në qytet, sepse në qytet aq të ngushta jemi, sidomos në Tiranë. Mua nuk më ndikonte asnjë gjë se isha javën e parë, asnjë gjë nuk më ndikon. E vetmja gjë që ndjeja ishte keqardhja që akoma jetojnë. Sigurisht dhe keqardhja më vjen sepse ky është qëllimi im, që të ndihmoj njerëzit, por nuk ndikon, ju tash dhe njerë, asgjë nuk ndikon. Unë jetoj jetën me dritën e mençurisë së universit dhe hap pas hapi kjo dritë, hap pas hapit kjo dritë më mençuron çdo ditë, sepse universi bollshëm është i pafundshëm në mençurinë e vërtetësisë së jetës, sepse çdo gjë ndodh tani në këtë moment, dhe unë jetoj me momentin prezencë dhe hap pas hapi më çon në rritjen time deri në frymën e fundit, duke qenë me misionin shërbëtori planetinor për të krijuar tokën e re. Dhe kjo tashmë ka filluar dhe është triumf, sepse këtë vizion e kam patur në rini dhe universi më dhuroi rinin, atë që unë sot jam komunikues, ndihmues, sepse kam ardhur me misionin për të mësuar, për të ndihmuar dhe për të krijuar. Kjo është bërë, kështu është dhe kështu qoftë. Pra çfarë do të thotë? Ju do të filloni pra të vendosni një qëllim. Që të gjithë ju që jeni në prag të ri, ju duhet keni këto, pra pak a shumë ky është qëllimi që t'ju ndihmoj. Është duke vendosur qëllimin, tani bëhet fjalë dhe si të veproni, pra e keni vendosur dhe si të veproni. Mbani një ditar, çdo ditë të jetës, çdo ditë të jetës. Pra e dini që keni një moment që do të lidheni me veten tuaj. Dhe në këtë rast është shkruaj për vete. Unë jam krenare, për çfarë je krenare? Unë jam mirënjohëse, për çfarë jeni mirënjohës? Unë kam bërë shumë video edhe sigurisht që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini për çfarë jeni krenar, për familjen tuaj, për çfarë jeni mirënjohës, që merrni frymë, që keni gjithçka në këtë univers të bollshëm. Tjetër është momentet e bukura që mund të kaloni në gjatë ditës së jetës. Thjesht duke i dhënë një puthje fëmijës tuaj të tjera. Ju lutem që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë janë momentet e bukura dhe ato ndiqeni, dhe kjo është që të mbani ditar zakonisht, sepse jeni në një rritje. Ditari mund të jetë dhe për ju që jeni në udhtim, që jeni në rinovimin tuaj, pra në udhtimin tuaj. Kjo është një formë për të gjithë dhe janë format e ushqimit tonë, të shpirtit tonë, për një shpirt, për një zemër të hapur dhe për një mendje të mençuruar, pra të mos rrim në rolin viktim. Tjetër, që të gjithë ju që jeni rinovuar dhe jeni për riorganizimin e vërtetësisë së jetës tuaj hap pas hapi, sigurisht që ju vin ide, ju vin mendime, ndoshta ju shihni ëndra, ndoshta ju vin ide, mendime, mbajini shënim. Kur hyni në meditime, që ndiqni meditimet janë të forma, çfarë ju vjen kur dilni nga meditimi, çfarë ndjet në trupin tuaj, ku e ndjet, mbajini shënim, çfarë ju solli mendja, mbajini shënim. Pra çdo gjë të regjistrohet në lidhje me mendimet, në lidhje me ndjenjat për të cilën ju vin, dhe kjo ju bën që ju jeni të lidhur me momentin prezent dhe të jetoni me momentin prezent, sepse ajo që ju vjen në moment është ajo që ju duhet t'i jepni rëndësi, dhe në këtë rast është ajo që ju jeni të lidhur me energjinë. Tjetër është ju do të filloni të përdorni afirmimet e mirënjohjes, të falënderimit, pojime të ndryshme, a janë për falje, sepse shëroni veten, pra duke falur veten, shëroni veten, duke falur të tjerët, liroheni nga ty, a janë pojimet e vetbesimit, të vetkonfidencës, të mirënjohjes për gjithçka që keni të tjera. Pra që të gjitha këto janë që me të vërtet ju bëjnë ju që të ngjiteni në veten tuaj të lartë.
Dhe pjesa e tretë për të cilën të keni parasysh disa pika që të vetëdjesojni të kuptoni. Kur një udhëtim përfundon, mbani shënim, një tjetër fillon. Jeta kështu është. Ju e dini që ne jemi me cikle zhvillimit nga 1 deri në 9, dhe i dini 1, 9 vjeç, 9, 18, 18, 27 e me radhë. Pra një udhëtim përfundon, një tjetër fillon. Tjetër, ndërsa ne ecim përpara, të jeni të kuptoni dhe të mani mend që ne bëhemi të sigurt, jo vetëm me veten tonë, por dhe me jetën. Pra sa më shumë hap pas hapi të ecni, aq më shumë, dhe ju e dini këtë. Tjetër, të jetoni çdo ditë me momentin prezent. Pra me atë, çfarë ju sjell trupi dhe mendja në momentin prezent, të jetoni në këtë tani, lëreni të kaluarën atje pa gjykim pas, por dhe kështu dhe se çfarë do të sjellë jashtme. Pra jetoni në momentin prezent, bëni atë që ju kënaq shpirtin tuaj dhe kjo është që ju të çon në të nesmen. Tjetër, fryma e vërtetësisë. Çdo ditë të jetës tuaj, duke jetuar me vërtetësi, është liria e jetës. Pranojni dhe këtë, që fryma e vërtetësisë për çdo gjë që kaloni, ashtu si e kaloni, është liria e jetës tuaj. Tjetër, të dashuroni dhe të përqafoni gjithçka që ka ky univers i bollshëm, sepse dhe ne si qenie njerëzore kemi ardhur të mishëruar në këtë jetë për të mësuar nga njëri tjetri, për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për të krijuar me njëri tjetrin. Të kuptojmë që ne i konsumojmë aq shumë sa ne kemi ndotur mjedisin. E kemi ndotur këtë mjedis, këtë tokë mëm që po na mban që të gjithë neve, dhe kjo është jeta. Mendoni për veten tuaj, por kujdesuni për të ardhmen, për fëmijët dhe për niprit tuaj, duke dhënë kontributin në veten tonë për të dashur. Pra mos i hedhin gjërat në tokë apo çfarë do lloj që ne konsumojmë, por duke qenë në momentin prezent, ne jemi në gjendje të ndëgjojmë trupin tonë dhe duke dëgjuar trupin tonë, ne konsumojmë aq sa trupi jon dëshiron. Prandaj, mjaft me impulset e egos për të cilën ka shkatëruar gjithçka, jetën tonë, mjedisin, por edhe ne duke dëmtuar edhe çdo gjë, kafshët, insektet e të tjera, sepse ne ndotim mjedisin. Ne jemi qenie, pra ne jemi gjysmë kafsh dhe gjysmë njeri, që do të thotë, ne jemi me energji një lloj si gjithçka që ekziston në këtë univers, vetëm se ne kemi një frekuencë të lartë. Kjo është që ne jemi qenie humane, kemi frekuencë të lartë për të krijuar. Dhe do të thotë që ne e zhvillojmë me mençurinë e vërtetësisë së jetës universin hap pas hapi. Tjetër është do t'jap 3 afirmime, po ime që do të unë, pra ti përdoni, unë jam minjohës për bukurinë, për paqen dhe për minjojen e jetës time. Mbajni shënim çdo gjë që jap, jeni të vëmendshëm. Nëse shpirti ju thret për një fillim të ri dhe ju e ndjeni që jeni në këtë hap. Tjetër, unë jam minjohës për mundësit, për rritjen time, por që dhe të bëhem më mirë se sa jam. Dhe tjetër, qofshin ditët e mia në vazhdim të mbushura me dashuri, të mbushura me mençuri dhe me mbështetje të palëkundshme në veten time, të lartë, të vetëdijshme. Kujtoni dhe mbani mend që për të arritur që të jemi dhe të kemi një jetë optimiste dhe të rrini në optimizëm, ka të bëj hapja e zemrës, ka të bëj vërtetësia juaj e jetës, si e jetoni çdo ditë, dhe ka të bëj edhe vetë besimi juaj, vetë bekimi juaj, a jeni duke mbajtur dhe duke vazhduar lutjet tuaja. Pra duke besuar në të, se ku ne besojmë në veten tonë, ne kemi besuar në plot fuqi, ne kemi besuar në ekzistencë, ne kemi besuar në jetë. Mësoni që ju duhet të sigurojni për atë që kërkoni. Pra duhet jeni të siguruar dhe sidomos që ka të bëj me vlerën tuaj.
pra me vlerën tuaj, sepse që të gjithë ne kemi vlerë. Pra kjo ka të bëj me atë përputhjen e qëllimit tuaj të vërtetësisë së jetës. Pra kush është qëllimi juaj, sepse që të gjithë kemi ardhur me një mision, me një qëllim, dhe kjo të përputhet. Pra kjo ka të bëj me vlerën tuaj. Në qoftë se ju nuk keni ide se kush nuk është, do të thotë që ju duhet të përqendroheni akoma, pra të lidheni me brendësinë tuaj, sepse hap pas hapi ju do të arrini në këtë mrekulli. Tjetër është ju të vizualizoni dhe të imagjinoni atë që ju dëshironi, ëndrat tuaja, dhe do të thotë që ju me të vërtet që të siguroheni që ndjenja juaj, pra ajo që ndjeni, të jetë me ndjeshmëri, por edhe mendimet tuaja të qëndrojnë në harmoni, pra të jenë gjithmonë të palëkundur dhe të jeni të sigurt që kur ju ndjeni zemrën tuaj, sepse është neutrale, është ajo që ju jep ju kënaqësi. Pra vizualizojeni, imagjinojeni atë që doni, që dëshironi, dhe kjo të jetë mendërisht dhe shpirtërisht, pra me zemrën tuaj në harmoni. Tjetër, praktikoni mirënjohjen dhe qëndroni me të vërtetë të qëndroni gjithmonë të kënaqur me atë që keni dhe të hapur për gjërat që ju dëshironi dhe ëndërroni në jetën tuaj, dhe sigurisht edhe të veproni. Pra mendërisht të veproni, që t'jene lidhje mendërisht besimet tuaja për atë që ju keni vlerë, për atë që ju besoni, dhe ndërkohë dhe të veproni, pra të krijoni. Mësoni që nëse keni ide, pra nëse i vini ide dhe keni ide dhe e dini se çfarë doni, fillojni hap pas hapi për ta sjellë në jetë. Dhe mbi të gjitha, dhe më e rëndësishme, kujtoni dhe mbani mend se çfarëdo lloj veprimi që ju të bëni, do të thotë që ta bëni me kënaqësi dhe jo me detyrim. Kjo është pak a shumë video për të cilën është tema që nëse jeni në prag të një fillimi të ri, të ndiqni këtë video me avash, të mbani shënime dhe hap pas hapi, të ndiqni zemrën tuaj, të hapni zemrën tuaj aq më shumë me qëllim që të arrini në rrugëtimin më madhështor të jetës për të realizuar dëshirat dhe ëndrat tuaja për vete, për rreth dhe për të gjithë universin. Sa më shumë dashuri ne çojmë në këtë univers të bollshëm, ne krijojmë botën e dashurisë. Dhe që të gjithë e duam dashurinë. Atëre le ta krijojmë së bashku. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.